Duket se ka pasur një fund tragjik 22 vjeçarja e cila prej ditësh ishte raportuar e zhdukur, por fatkeqësisht policia është vënë në dieni dhe madje ka gjetur trupin e saj, siç u thash, të coptuar në një valixhe në një zonë pyjore pranë Romës. Bëhet fjalë për fundin tragjik që psoi Ilaria Sula, e cila ishte raportuar e zhdukur që prej 25 marsit. Ajo është gjetur e vdekur në një zonë të pyllëzuar në Poli. Trupi i saj ishte futur në një valixhe, të paktën kjo është raportuar dhe është bërë shumë virale dhe komentuar në Itali. Alba Kepi është me mua në një lidhje direkte. Alba, mirdita, ndoshta ky do të jetë një nga rastet më të rënda për të cilët do duhet të komentojmë së bashku. Nuk di dhe nuk kam dëgjuar rast më të rënd, të paktën sa kam që bëj këtë punë. Megjithatë, do kujtoja ndoshta si një rast të rënd atë të një fëmije në Fier që ishte groposur nga fëmijë i tij, por edhe kjo hyn tek rastet më makabre të komentuara ndonjëherë në media. Po ashtu kam një lidhje direkte dhe Erdis Doracin, avokat. Erdis, të përshëndes. Do doja ta nisja fillimisht me Albën për të bërë një përmbledhje të gjithë asaj që është raportuar në mediat italiane e më pas do diskutojmë së bashku. Alba, më thuaj. Kemi zbardhjen e identitetit të autorit të këtij krimi, Mark Samson, 23 vjeçar, Filipinas, ish i dashur i Ilaria Sulës, i cili ka pranuar këtë krim makabër, është marrë në pyetje gjatë natës, të paktën këtë konfirmojnë nga policia e Romës, është marrë në pyetje gjatë gjithë natës dhe më në fund ka pranuar krimin edhe herët sot në mëngjes ka rrëfyer dhe vendi ku ka hedhur trupin e 20 vjeçares shqiptare. Dhe gjithçka që ka ndodhur më pas me publikimin e lajmit se Ilaria Sula, 22 vjeçaria e shpallur persona kërkim që për 25 marsit, është gjendur e goditur me thikë dhe e mbyllur në një valixhe në një zonë pyjore në komunën Poli, e cila është rreth 40 kilometra larg Romës. Nga çasti në çast zbardhen detajet e këtij krimi makabër. Ka ndodhur gjithçka pas një sherri të dhunshëm, pas faktit se Mark Samson nuk pranonte ndarjen nga 22 vjeçaria shqiptare. Më pas, ngjarja ka ndodhur, pra ka ekzekutuar, ka qëlluar me thikë për vdekje në apartamentin e tij, në lagjen afrikano të Romës. Është një lagje e mirë, një lagje konsideruar e borgjesisë mesme romane, pra një lagje mjaft e mirë, nuk them në qendër të Romës, por një lagje mjaft e frekuentuar edhe nga studentët. Aty jetonte 23 vjeçari i Filipinas dhe më pas me automjetin e tij, pasi ka futur trupin në një valixhe, e ka spostuar duke hedhur në këtë zonë pyjore. Tashmë po mundohen të gjejnë paktën këto janë burimet që jap, këto lajmet që japen në mënyrë ekskluzive nga autoritetet policore romane. Kam informacionin se po mundohet të gjendet telefoni celular i Ilarias, të cilën e ka pasur në përdorim Mark Samson. Mendohet se ai ka rrëfyer se e ka hedhur në një tombino, më ndihmo me shqipen, pra në një nga ato pusetat, në pusetat. Dhe këtë telefon ai e ka përdorur edhe pas vrasjes, pas vdekjes së Ilarias, duke publikuar sigurisht e Ilaria ajo që fliste. Po, jo, ka publikuar stories në Instagram për të humbur gjumët, se Ilaria është dukur në mënyrë të vullnetshme. Në fakt, pista e parë pas shpalljes së saj në kërkim ka qenë se ndoshta kjo marrje funde e kësaj marrëdhënie mes tyre mund të ketë shkaktuar këtë largim të saj. Po gjithçka ishte një improvizim, një sajese të riut, i cili e kishte ekzekutuar për vdekje. Unë të jap disa detaje nga jeta e Ilarias. Ilaria ishte një vajzë, një familje emigrantësh shqiptar që jetonin e punonin në Terni. Ilaria vetë po studionte në vitin e tretë në Fakultetin e Statistikave në Universitetin La Sapienza. Jetonte jo në Terni, pasi është pak larg të vinte çdo ditë në universitetin e saj. Jetonte në një lagje periferike romane, jetonte në Furio Camillo, bashkë me në një apartament bashkë me disa studentë të tjera. Dhe në orën 21:30 të natës 25 marsit, sipas rrëfimeve të mikeshave të saj me cilën bashkëtonte, ajo është larguar pasi ka marrë disa mesazhe në celular. Madje rrëfimet e mikeshave të saj kanë konfirmuar se largimi i saj nga apartamenti nuk mund të ishte një largim
për një kohë të gjatë, pasi ka lënë aty gjithçka, nuk ka marrë as mjetet e nevojshme që i duhen dikujt që ose niset për një udhtim. Dhe të gjitha hetimet ishin përqendruar tek raporti i saj me 23 vjeçaren Filipinas. Gjatë këtyre ditëve. Pra, le të themi Alba që edhe mikeshat e saj ndjenin se kishte diçka që nuk shkonte me të dashurin. Absolutisht po, dhe ka qenë të fortë edhe apeli i familjarëve, i prindërve të saj, të cilët kanë dhënë të gjitha ato detajet fizike, kishte një shtat të mitur, 1,50 m e gjatë, se si ishte veshur momentin e zhdukjes, cilat ishin shenja dalluese të trupit të saj, pasi kishin bërë disa herë apel për të gjetur 22 vjeçaren shqiptare. Ilaria bashkëtonte me Filipinasin apo? Jo, bashkëtonte me shoqet e saj, me studentët. Zakonisht është tipike që disa studentë mblidhen për të ndarë dhe shpenzimet edhe jetonin. Në fakt më pëlqeu ose më mirë më bëri shumë të reflektoj nisja që bëre ti në këtë lidhje, duke thënë se asnjëherë nuk e pasur një eksperiencën tënde një ngjarje kaq të rëndë, po unë të them se kam pasur një ngjarje të rëndë tipike të ngjashme me këtë. Mbaj mend në 2020 kam raportuar një tjetër ngjarje, janë çifti Pasho, shpëtimet e Uta Pasho, të cilat ishin ekzekutuar dhe ata me thik, ishte prerë trupi, mbyllur në 2 valigje dhe valigjet ishin hedhur në dalje të Firencës. Dhe kjo ngjarje në fushën familjare ishte akuzuar ishte fejuara djalit të tyre që ndodhe në burg, pra u bë hera dytë që është një ngjarje kaq makabre. Por kjo të dhëm shumë se është ngjarje dhe feminicidio, është ngjarje lidhur me fenomenin e feminicidios. A u kuptua e gjithë ngjarja, padyshim për feminicidin kemi folur pafund, është problem global, kam përshtypjen, nuk është vetëm problem Ballkanas apo në Shqipëri. Shiko, Alba, a erdhi zbardhja e kësaj ngjarje si pasojë e një presioni të madh që i është bërë Filipinasit në momentin që është marrë në pyetje? Po, mbas disa orë pyetjesh, ai është marrë në pyetje në komisariatin San Lorenzo të Romës, në një lagje edhe kjo në periferi të Romës, aty u ka bërë dhe denoncimin prindrit e saj. Është marrë në pyetje gjatë gjithë natës dhe në fakt në orët e para të mëngjesit ku zbardh vetëm lajmi se u gjet trupi dhe burimet e mia jepnin se ai djalë kishte kaluar natën në komisariat, unë kisha më se 120% të sigurt që ishte ai autori i krimit. Por megjithatë, them vetëm pak minuta më parë ka ardhur konfirmimi zyrtar dhe gjithçka ka ardhur sepse më në fund ai mbas disa marrje në pyetje është rëzuar, pra është ta pranuar krimin, ka pranuar këtë vrasje makabre. Alba, të lutem qëndro dhe pak me mua, duhet pyes pak Erdisin, pavarësisht se në një rol të vështirë në këtë rast, do doja të dija Erdis deri në ç'pik shkojnë dënimet në Itali në të tilla raste, çfarë parashikon ligji? Okej, kemi problem me Erdisin? Sapo të jetë gati? Nëse e kemi tani, më konfirmoni. Okej, për pak çast do ta kem Erdisin. Si është komentuar në Itali ngjarja, se është bërë shumë virale në rrjetet sociale, e kam parë, po mbi të gjitha edhe në media të rëndësishme, pavarësisht faktit se shpesh ata kujdesen të mos japin emra, në këtë rast ka pasur konfirmime emrash, autorësh, edhe me hollësi të gjithë detajet. Ka qenë një ngjarje e cila është ndjekur me vëmendje nga publiku italian, nga mediat italiane, pasi flasin për 22 vjeçare, studente, që është emri Ilaria, unë mendoj se ajo ka lindur në Itali, mund të jetë pjesë e atyre brezit të dy të emigrantëve shqiptar, të cilët janë lindur dhe rritur në Itali, siç janë dhe fëmijët e mi, dhe mendoj se konsiderohet italiane, pavarësisht se është me origjinë shqiptare dhe prindërit kanë shqiptar. Ka ardhur një koment nga rektoria e Universitetit La Sapienza, e cila shprehur pa çast të më parë se në emër të Ilaria Sullos, po dhe të gjithë viktimave të feminicidios, merr impenjimin si universitet, si institucion arsimor të jetë në krah të gjitha betejave kundër fenomenit feminicidios. Kemi pasur një reagim nga zëvendëspresidentja e Komisionit dypalësh në Parlamentin Italian mbi fenomenin e feminicidios, senatorja Delia e Partisë Demokratike, e cila ajo sapo shprehu pak çast më parë duke kujtuar këtë fenomen kaq të dhimbshëm dhe kaq dramatik me të cilën po përballet shoqëria moderne. Ka reagime edhe nga këshilltarët e rajonit të Lazës që merren me problematikat e fenomenit të feminicidios dhe barazisë gjinore etj. Pra ka dhe një reagim të politikës italiane. Kujtoj se vetëm dje një tjetër ngjarje e dhimbshme për shiu publikun italian, 22 vjeçare italiane, e njëjta vdekje makabre u godit me thikë në fyt nga
një person i cili ishte një stalker që mbi dy vite e ndiqte. Pra, u bën brenda 24 orësh dy vrasje kaq të dhunshme të lidhura me fenomenin e feminicidjos. Unë të them të rrëfetë një gjë se kjo gjë si të prek ty si femër dhe ne bashkë kemi komentuar shumë herë. Unë sot paradite po përgatisja një material për publikun shqiptar pikërisht të lidhur me këtë fakt, jo për fenomenin e feminicidjos, por atë çka po ndodh aktualisht në Itali. Në Itali është firmosur një referendum me mbi 50.000 firma ku kërkojnë që në lëndën mësimore, në shkollat, institucionet arsimore italiane të futet edukimi sentimental. Më të hoqi shumë dhe pa analizoja këtë temë kur merri lajmi që u gjet trupi i Ilarias. Për të thënë se tu ndjehet aq fort dhe politika dhe ligjet nuk kanë arritur të ndalojnë këtë fenomen. Edukimi sentimental u hyra në thellësi për të kuptuar se ç'ishte kjo lëndë e firmosur nga mbi 50.000 italianë për të futur në institucionet arsimore italiane. Ishte një lëndë e cila kërkonte të edukonte të rinjt pikërisht me pranimin e ndjenjës, me pranimin e refuzimit, me mënyrën e çastjes. Të dish të pranosh një jo, kjo është ideja. Pranosh një jo. Dhe mendoj se ajo çka po jetojmë të gjithë, jo vetëm mos i vëmë në faj vetëm të adoleshentëve, të rinjt, pa ato çka po jetojmë edhe në dhunën verbale, në dhunën ndaj femrës në rrjetet sociale. Në dhunë është diçka e tmerrshme, Erdis, besoj tani jemi okay, më dëgjon, do doja faktikisht të të pyesja pavarësisht pozitës së vështirë dhe ngjarjes që është shumë e rëndë, të kuptonim pak se cilat janë dispozitat që ka ligji italian, se çfarë dënimi pritet të marrë Filipinasi i cili ka rrëfyer ngjarjen dhe tani më është e vërtetuar që bëhet fjalë për Ilaria Sulën. Atëherë është bashkohemi atë që the dhe ti në fillim, është diçka shokuese për mënyrën se si është aktualizuar ky krim makabër dhe si për çdo rast të vrasjes parashikohet një dënim që shkon nga 21 vjet deri në burgim të përjetshëm, varet nga rrethanat që do të qartësohen tash nga hetimet, varet edhe nga bashkëpunimi i tij, varet edhe nga zbardhja se kush kanë qenë të gjitha detajet sjelljes, në qoftë se ashtu siç tha dhe Alba ka qenë një zënje e rëndë mes të dyve në atë moment, por dhe këto do të ndikojnë si rrethana lehtësuese apo si rrethana rënduese për pasojat që do ketë dënimi i këtij krimi makabër. Por ajo që më shokon më tepër, ndryshe edhe nga rastet e tjera dramatike që edhe kemi trajtuar bashkë, është fakti që në këtë rast, ndryshe nga të tjerat ku ndoshta edhe kur i kemi biseduar bashkë, ka pasur dhunë në familje, probleme që janë ripërtëritur, në shtresa sociale që kanë qenë të vështira, në këtë rast flitet domethënë për një vajzë model, për një vajzë që studionte në vit të tretë në universitet, siç tha dhe Alba, dhe për një djalë që nuk kishte dhënë shenja dhune dhe pikërisht në këtë kontest problemi social që po përjetojmë pa konsideruar ligjet është shumë i thellë, sepse mos pranimi i jos, që është ajo që thatë edhe ju, po krijon shumë probleme, jo vetëm tek të rinj, por tek shumë situata ku pastaj degenerojnë në dhunë ose si në këtë rast në tragjedi dhe në vrasje kaq makabër. Nga hetimet që janë bërë nuk ishte asnjë sinjal, as në atë pallat, as në familjen e djalit, as në shenja dhune të djalit, të paktën nga ajo çfarë rezulton deri tash, që të ndiste një alarm apo edhe tek familja, edhe tek të afërmit, edhe tek miqtë e vajzës, por ishin mosmarrveshje dhe ndarje e një lidhje që duronte për një vit e gjys dhe si çdo lidhje që momentalisht nuk pranohej. Domethënë nuk ishte asnjë alarm dhe të përfundojnë në këtë krim kaq makabër është diçka që na bën të gjithëve të mendojmë si prindër, si persona, si avokat për të kuptuar se çfarë po gabojmë në edukimin e fëmijëve tonë dhe çfarë po gabojmë në këtë shtresë sociale duke mos pranuar edhe si ishte mundur se kjo më bën përshtypje, Erdis, kjo është ajo që më bën përshtypje, mosha shumë e re. Ka dhe disa studime faktikisht, po e lexoja edhe sot, ku thonë që kanë ndikuar, tash është shumë e lehtë japësh fajin Covidit për çdo gjë, por me padyshim, nga ana edhe psikologjike, dyshohet, shumë studime janë tash akoma në akt, sepse kemi pak kohë që kemi dalë nga ky kapitull negativ i historisë njerëzore, por thonë që ajo mënyra se si erdhi Covidi edhe ajo mbyllje
ka përkeqësuar një situatë që padyshim nuk varet vetëm nga kjo, por varet në themel nga edukata në shtëpi, nga edukata në shkolla, nga shtresat sociale dhe nga të gjitha vështirësitë që kemi tash edhe në kontakt me të rinjtë që t'i japim një edukatë më strikte, por që besohet edhe dyshohet që ka ndikuar edhe ky stres i jashtëzakonshëm që kaluam me Covidin, jo vetëm tek të rinjtë të gjithë ne, por padyshim të rinjtë e përjetësojnë edhe në mënyrë të ndryshme dhe kanë më tepër vështirësi se sa ne që t'i asimilojnë dhe t'i anashkalojnë këto probleme. Por me padyshim janë shumë të rëndësishme edhe rrethanat e ku të dalin të gjitha detajet. Unë kam përshtypjen, nuk jam eksperte e fushës, ti je avokat, po nga ajo që është zbuluar deri në këto çaste, nga vetë rrëfimi që ka bërë autori i krimit, kuptohet qartë që dënimi do jetë shumë i lartë deri në burgim të përjetshëm që thua ti. Padyshim. Me siguri unë mendoj që nuk ka qenë i premedituar, sepse fakti që krimi u zbulua shumë shpejt, tregon që ai nuk e kishte arkitektuar mirë dhe nuk e kishte paramenduar, por që ka ardhur si pasojë e një zonke, domethënë që ka degeneruar. Kupton, kështu që ato detaje do jenë shumë të rëndësishme për përcaktimin e dënimit. Me siguri do jetë shumë i lartë, sepse mënyra e ekzekutimit, sjelljet që ka bërë mbrapa krimit, sidomos domethënë ajo gjaktësia që ka pasur për ta fshehur trupin, janë ato që ndikojnë edhe në vendimarrjen e dënimit. Ato që do ndikojnë shumë në një dënim shumë të lartë, siç parashikove edhe ti. Erdis, të falenderoj për ndërhyrjen sot. Edhe të përshëndes. Alba, kjo është fotoja, po patjetër se për këtë dua të të pyesja, kemi edhe foton e Filipinasit për cilin po flisnim deri në këto çaste, personi që ka rrëfyer krimin. Më thuaj. Doja të shtoja se ka dy akuza ndaj tij, jo vetëm vrasje, por dhe fshehje kadavre, dhe krimi nuk është zbuluar shpejt. Vajza është zgjuar që më 25 mars, dhe krimi ka dashur disa ditë që të zbulohet, pra ajo është zbuluar sot me datë 2 prill. Rëndesa ndaj autorit të krimit janë shumë të larta. Prandaj është mjaft e rëndësishme të gjendet edhe aparati celular, pra telefoni i saj, për kuptuar mesazhin, diçka që kanë shkëmbyer. Fakti se ai ka sjell në banesën e tij, fakti që ai ka telefonuar dhe ka çuar mesazhe siç rrëfejnë në Mikeshat për ta sjellë në shtëpinë e tij, nuk e zhvesh nga një sher i momentit. Prandaj është e rëndësishme të gjendet edhe telefoni celular, mesazhe që kanë shkëmbyer e gjithçka tjetër. Dhe rëndesa e dytë është fshehja e kadavrës dhe gjithçka që ka të trupit, janë dy akuza të rënda. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një raptus të momentit, mendoj unë. Dhe prandaj mendoj se është një krim i rëndë, shumë i rëndë. Ti thua rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm? Mendoj se nëse pala avokati i familjes do të bëj punën e dur, mendoj se meriton një gjë të tillë. Alba, e papranueshme. A ka pasur ndonjëherë ndonjë koment që nga data 25 që është zhdukur vajza deri sot që po flasim të dyja së bashku, nga familjar të vetë shqiptares? Ka pasur apel të vazhdueshëm të tyre, ishin të dëshpëruar për të gjetur në bijën e tyre. Disa herë apel me fotografi, apel në soçat. Madje thuhet se edhe ky Mark Samson që gjen në fotografi ka kërkuar, ka qenë pjesë e këtij apeli duke bërë thirrje që të gjendej trupi i të fejuar të tij. Pra të gjitha këto e bëjnë ato në një diabolizëm të tmerrshëm. Nuk duhet toleruar më e dashur si Dorela. Janë raste kaq të dhimbshme dhe kaq dramatike, kaq tragjike që mendoj që në sinjalin e parë kjo nuk duhet lejuar gjëra të tilla. Dhe mendoj se dhe ligjet, dhe politika, dhe gjithçka duhet jenë pa kompromis, pa negocim në ngjarje të tilla, si edhe në ngjarjet e pedofilisë, në gjithçka që ka të bëjë. Sot një studim, se unë referohem gjithmonë dhe analizave që bëjnë mediat italiane që janë vërtet unike dhe në atë çka ndodh në shoqërinë e tyre, sot një studim thoshte që të palumturit e shoqërisë nuk janë më siç ndodhte para 3, 4 apo 5 vitesh, nuk janë më 50 vjeçarët. Të palumturit shoqërisë sipas një sondazhi janë adoleshentët edhe 18 vjeçare. Edhe ky ishte një lajm i ditës sot. Dhe për këtë po punoja sot për të kuptuar se çfarë po ndodh. Kjo do të thotë që
kemi përballë sfida të tilla, janë betejë të cilat por nuk patëm mirë fëmijëtan. Jo, duhet patjetër. Nis nga komunikimi, kam përshtypjen deri tek pranimi, pastaj asajos që the ti edhe gjithë detajet e tjera. Faleminderit shumë Alba, edhe falenderoj dyfish se e di që rëndesën edhe vështirësinë për të folur për tilla tema. Të përshëndes.